Në fillim, gjithçka dukej normale për dikë që besonte se ja kishte dalë mban në jetë. Rutina vazhdonte e qetë, derisa një detaj i thjesht në rrugë i tërheq vëmendjen. Vështrimi që ai kryqëzon bën që e kaluara të kthehet në mënyrë brutale. Në atë çast, suksesi humbet çdo kuptim. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, vazhdojmë. Dhjetori në Tiranë kishte pasur gjithmonë diçka magjike për Artan Bashën. Dritat që fillonin të zbukuronin bulevardin, dëshmorët e kombit, lëvizja intensive nëpër rrugë, ajo aroma e baklavas që pushtonte pastiqerit, të gjitha këto i kujtonin një kohë kur jeta ishte më e thjeshtë. Por atë pasdite të hënë, saktësisht 5 ditë para Krishtlindjeve, magjia u shndërrua në diçka krejtësisht tjetër. Diçka që ai kurrë nuk do ta kishte imagjinuar. Artani i jepte makinës së tij luksoze gjermane përgjatë rrugës së Elbasanit, duke u kthyer nga një tjetër takim biznesi i suksesshëm. Në moshën 43 vjeçare, ai kishte ndërtuar një perandori në fushën e teknologjisë, duke u larguar nga lagja e thjeshtë e kombinatit për t'u bërë një nga biznesmenët më të respektuar të kryeqytetit. Jeta e tij ishte një varg arritjesh, apartament në blok, makinë luksoze, udhëtime ndërkombëtare. Gjithçka që një ditë i kishte premtuar vetes kur ishte ende një djalë që flinte mbi një dyshek në dyshemen e shtëpisë së nënës së tij. Semafori u bë i kuq në kryqëzimin me rrugën Sami Frashëri. Artani pshërtiu duke parë orën në kroskoll. Kishte ende kohë të kalonte nga klubi para darkës me investitorët. Tamburinoi gishtat mbi timon ndërsa priste, duke vëzhguar i shpërqendruar lëvizjen e këmbësorëve në vijat e bardha. Pikërisht atëherë sytë e tij kapën një imazh që ja ndaloi zemrën për një çast. Një grua e moshuar, me flokë të thinjur e të shpupuritur, ecte mes makinave me dorën e shtrirë. Kishte veshur një bluzë të zbardhur, një fund të ndotur dhe ishte zbathur. Këmbët e saj, të ënjtura dhe të vrara nga asfalti i nxehtë, shkelnin me kujdes mes automjeteve. Gruaja i afrohej çdo shoferi me një vështrim të ulur, të turpëruar, duke kërkuar disa monedha me një zë pothuajse të padëgjueshëm. Artani ndjeu diçka të çuditshme në gjoks. Kishte diçka të ajo figurë që e shqetësonte thellësisht. Nuk ishte vetëm skena e varfërisë në vetvete, diçka tepër e zakonshme në rrugët e Tiranës, por një familiaritet i bezdisshëm që ai nuk arrinte ta identifikonte. Gruaja i u afrua makinës ngjitur me të tijën. Artani ktheu kokën, duke u përpjekur të shihte më mirë fytyrën e saj. Dhe atëherë ndodhi. Gruaja ngriti sytë për një moment të shkurtër, duke kërkuar vështrimin e shoferit ngjitur, dhe Artani e pa. Pa sytë kafe që e kishin ngushëlluar kaq herë kur ishte fëmijë. Pa rrudhat rreth gojës që formoheshin kur ajo buzëqeshte. Pa nishanin e vogël në qafë që ai e prekte shpesh kur ishte foshnjë. I gjithë trupi i tij ngriu. Jo. Nuk mund të ishte. Por ishte. Ajo grua që lypte lëmosh në mes të rrugës së Elbasanit, zbathur dhe leckosur, ishte Fatime Basha. Nëna e tij. Semafori u hap, por Artani nuk arriti ta lëvizte makinën. Borit filluan të binin pas tij, të paduruara, por këmbët i dukeshin si prej plumbi. Ai vëzhgoi nënën e tij t'i afrohej një automjeti tjetër, pa refuzimin e shoferit, pas se si ajo uli kokën dhe vazhdoi përpara. Sytë e Artanit digjinin. Kjo nuk mund të ishte e vërtetë. Me duar që i dridheshin, ai hapi derën e makinës pikërisht në momentin kur ajo po kalonte para parakolpit. Nëna Fatime ngriti kokën, e trembur nga lëvizja e beftë. Sytë e saj takuan ata të Artanit dhe ishte sikur koha të ndalonte. Fytyra e saj u shndërrua në terror të pastër. Jo lehtësim. Jo gëzim. Terror dhe turp. Artan, biri im, pëshpëriti ajo, me zërin që i dridhej. Jo, ti nuk duhej të më shije kështu. Ajo u përpoq të largohej, por Artani e kapi për krahu me delikatesë. Borit u bën më të forta, shoferët bërtisnin që ai të largohej nga rruga, por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi. Asgjë në botë nuk kishte rëndësi përveç asaj gruaje para tij. Mami, çfarë po ndodh? Si ti, pse je këtu? Nëna Fatime u përpoq të fshihte monedhat që mbante në dorë, sikur kjo të mund ta zhbënte realitetin. Lotët i rridhnin nëpër fytyrën e ndotur, duke lënë gjurmë të pastra në lëkurën e djegur nga dielli. Ajo tunte kokën, e pa aftë të formonte fjalë. Një polic rrugor u afrua, duke i thënë Artanit të largonte makinën. Ai as që e dëgjoi.
E tërhoqi nënën në trotuar duke e lënë makinën të ndalur në mes të rrugës me çelësin ende në ndezje. Një tjetër shofer i raboris aq fort sa Artani më në fund reagoi duke vrapuar për të marrë makinën dhe për ta parkuar shpejt anës rrugës në një vend të ndaluar. Nuk kishte rëndësi. Asgjë nuk kishte më rëndësi. Kur u kthye në trotuar, nëna Fatime ishte mbështetur pas një shtylle duke u dridhur. Nuk ishte nga i ftohti, dita ishte e ngrohtë, tipike për dhjetorin Tiranas, por ajo dridhej sikur të ishte në mes të dimrit. Artani hoqi xhaketën dhe ja hodhi mbi supe. Ajo u përpoq ta refuzonte, por ai këmbënguli. Mami, më thuaj çfarë po ndodh. Të lutem. Nëna Fatime fshiu lotët me kurrizin e dorës. Vështrimi i saj ishte i një trishtimi aq të thellë sa Artanit ju duk sikur dikush po i shtrëngonte gjoksin. Ajo hapi gojen, e mbylli, e hapi sërish. Fjalët mezi i dilnin. Nuk doja që ta merrje vesh, bir. Nuk doja të bëhesha bar. Bar? Përsëriti Artani i pabesueshëm. Mami, ti je në rrugë. Si kështu bar? Ajo shmangu vështrimin duke u fokusuar në një pikë çfarëdo në tokë. Biri im, ti je gjithmonë kaq i zënë. Nuk doja të isha një problem më shumë. Artanit ju duk sikur i ran këmbët. U mbështet të shtylla pranë saj duke u përpjekur të përpunonte ato fjalë. I zënë. Problem. Si kishte arritur nëna e tij në atë pikë sa të besonte se të kërkojë ndihmë ishte të bëheshe barë? Mami, unë dërgoj para çdo muaj. Genti më ka thënë se gjithçka është në rregull, se ti po jeton me të, se po kujdeset për ty. Kur dëgjoi emrin e vëllait të vogël, nëna Fatime mbylli sytë. Një shprehje dhimbje i përshkoi fytyrën, por nuk tha asgjë. Artani këmbënguli me zërin që po i ngrihej. Ai tha se ti ishe mirë. Ai tha, Genti ka shpenzimet e veta, bir. Ai u përpoq të ndihmonte, por u përpoq të ndihmonte? E ndërpreu Artani duke ndjerë zemërimin që i rritej. Mami, ku po jeton? Heshtje. Një heshtje e rëndë, mbytëse. Nëna Fatime shtrëngoi xhaketën pas trupit, sikur kjo të mund ta mbronte nga e vërteta. Mami. Përgjigju. Ku po jeton? Ja dal unë, bir. Qëndroj disa ditë te shtëpia e një të njohure, ditë të tjera në një vend tjetër. Zoti gjithmonë bën një rrugë. Artanit ju duk sikur bota po i rrotullohej. U kthye me shpinë duke kaluar duart nëpër flok, duke marrë frym thellë për të mos shpërthyer aty në trotuar. Nëna e tij ishte e pastre. Gruaja që e rriti e vetme, që punoi 2 turne që ai të mund të studionte, që shiti unazën e saj të martesës për të paguar tarifën e shkollës së tij teknike, po lypte lëmosh në një semafor. Dhe ai nuk dinte asgjë. I telefonoi Gentit çdo javë, murmuriti ai, më shumë për vete se sa për të. Çdo javë ai më thotë se gjithçka është nën kontroll. Se ti je mirë. Se nuk ke nevojë për asgjë. Vëllai yt nuk donte të shqetësonte, Artan. Ti ke jetën tënde, përgjegjësitë e tua. Jo, Artani u kthye befas drejt saj. Mos ma thuaj këtë. Ti je nëna ime. Përgjegjësia ime më e madhe je ti. Nëna Fatime filloi të qante me të vërtet tani, me dënesa të thella që i shkunin trupin e brish. Artani e tërhoqi në një përqafim të ngafët, duke ndjerë sa e dobët ishte, pothuajse kock e lëkur. Sa kohë kishte qenë kështu? Sa kohë kishte qenë nëna e tij e padukshme për botën ndërsa ai festonte kontrata milionere? Do të shkojmë në shtëpi, tha ai, me zërin e mbytur. Në shtëpinë time. Tani. Jo, bir. Unë nuk mundem, mundesh. Dhe do të vish. Artani mori celularin dhe i telefonoi shoferit të tij personal. I kërkoi të shkonte në adresën e tij, të merrte rroba të pastra, këpucë dhe peshqir. Pastaj i telefonoi pastrueses duke e udhëzuar të përgatiste menjëherë dhomën e miqve. Nëna Fatime u përpoq të protestonte sërish, por ai nuk e dëgjoi. Ishte i vendosur. Ndërsa prisnin shoferin të vinte me gjërat, Artani bëri më shumë pyetje. Pak nga pak, mes pauzave dhe lotëve, historia filloi të zbulohej. Nëna Fatime jetonte me Gentin prej 2 vitesh, pasi kishte shitur shtëpinë e saj në kombina. Genti e kishte bindur se kështu do të ishte më mirë, se ai do të kujdesej për të, se Artani ishte shumë larg për të shqetësuar me këto gjëra.
Në fillim dukej se funksiononte. Genti menaxhonte paratë që Artani dërgonte çdo muaj, blinte ushqime, paguante faturat. Por pak nga pak, gjërat filluan të ndryshonin. Paratë filluan të mos mjaftonin. Nëna Fatime u udhëzua të hante më pak, të shpenzonte më pak, të kërkonte më pak. Kur ajo përpiqej t'i telefononte Artanit, Genti i thoshte se ai ishte i stresuar, shumë i zënë, se ishte më mirë të mos e shqetësonte me gjëra të vogla. Dhe ajo e besoi. E besoi sepse nuk donte të ishte një barë. Sepse kishte shqetësuar mjaftueshëm gjithë jetën. Sepse mendonte se meritonte më pak. 3 muaj më parë, Genti i tha se i duheshin para për një urgjencë. Përdori ato që Artani kishte dërguar dhe premtoi t'i kthente. Nuk i ktheu. Muajin tjetër i tha se situata ishte e vështirë dhe se ajo do të duhej të qëndronte disa ditë te një fqinje. Ajo shkoi. Pritit që ai ta thërriste përsëri. Ai nuk e thirri. Nëna Fatime filloi të kalonte mes favoresh të sikletshme dhe strehimoreve të improvizuara, gjithmonë duke besuar se ishte e përkohshme, gjithmonë duke menduar se po bëhej barë, gjithmonë duke shpresuar se djali i saj i largët nuk do ta zbulonte. Derisa favoret mbaruan. Derisa nuk kishte më ku të shkonte. Dhe rruga u bë opsioni i fundit. Artani dëgjonte gjithçka me një ny në fyt që dukej se po e mbyste. Si nuk e kishte vënë re. Si la gjërat të arrinin në atë pikë. Ai kujtoi telefonatat javore me Gentin, gjithmonë të shpejta, gjithmonë sipërfaqësore. A është mirë mami? Po, vëlla, gjithçka në rregull. Dhe Artani e pranonte. Thjesht e pranonte dhe kthehej te takimet e tij, te bizneset e tij, te jeta e tij e rehatshme. Shoferi mbërriti me rrobat. Artani e çoi nënën në një banjë publike aty pranë, priti jashtë ndërsa ajo ndërrohej. Kur doli, ende e dobët dhe e brisht, por të paktën e veshur me dinjitet, ai ndjeu një shtrëngim në zemër. Ajo dukej kaq e vogël, kaq e humbur. Gjatë rrugës për në apartament, nëna Fatime qëndroi në heshtje, duke parë nga dritarja e makinës. Artani u përpoq të niste bisedë disa herë, por hoqi dorë. Kishte kaq shumë për të thënë, kaq shumë dhimbje për t'u përpunuar, saqë fjalët dukeshin të pamjaftueshme. Kur arritën në pallatin në blok, portieri e pa nëna Fatimen me një shprehje mosbesimi të fshehur keq. Artani i hodhi një vështrim therrës që e bëri burrin të ulte kokën menjëherë. Në ashensor, nëna e tij shtrëngoi çantën e vjetër pas gjoksit, sikur të kishte frikë se mos ndodhte diçka. Qetësohu, mami. Kjo është shtëpia jote tani. Ajo vetëm tundi kokën, por Artani e pa se nuk e besonte. Jo ende. Apartamenti ishte pa asnjë tëmet, si gjithmonë. Pastruesja kishte përgatitur gjithçka siç i ishte kërkuar. Nëna Fatime hyri ngadalë, duke vëzhguar çdo detaj me sy të zgurdulluar. Ishte një botë krejtësisht e ndryshme nga ajo ku kishte jetuar gjithë jetën. Artani e udhëzoi drejt dhomës së miqve, i tregoi ku ishte banja, i ofroi të bënte një dush të ngrohtë. Kur ajo mbylli derën e dhomës, Artani më në fund lejoi që lotët t'i rridhnin. U mbështet në murin e korridorit dhe qau në heshtje, vite mungese i rëndonin mbi supe. Pastaj fshiu fytyrën dhe mori celularin. Formoi numrin e vëllait. Genti u përgjigj pas ziles së tretë me një zë tepër të shkujdesur. Hej, vëlla, gjithçka në rregull? Artani mori frym thellë, duke kontrolluar tërbimin që i vlonte brenda. E takova nënën ton sot, Genti. Në semaforin e rrugës së Elbasanit. Zbathur. Duke lypur lëmosh. Heshtja në anën tjetër të linjës ishte absolute. Artani vazhdoi, me zë të ulët por të ngarkuar me zemërim të përmbajtur. Nesër do të vi atje. Dhe ti do të më shpjegosh çdo qindark të parave që të kam dërguar në 2 vitet e fundit. Çdo qindark. E mbylli telefonin para se vëllai të mund të përgjigjej. Duart i dridheshin. Ai shikoi derën e mbyllur të dhomës ku ishte nëna e tij, duke imagjinuar se çfarë tmerresh kishte kaluar ndërsa ai besonte se gjithçka ishte në rregull. Krishtlindjet po afronin, dritat e qytetit shkëlqenin jashtë, por brenda tij kishte vetëm errësirë dhe një dhimbje që nuk dinte si ta shëronte. Ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për këtë histori dhe si mendoni se do të përfundoj. Nata ra mbi Tiranë me të njëjtin intensitet me të cilin ra heshtja brenda apartamentit të Artanit.
Nëna Fatime kishte dalë nga dushi gati një orë më parë, e veshur me robdishanin e butë që ai kishte lënë, por ende nuk kishte ardhur në dhomën e ndenjes. Artani priste në divan duke parë filxhanin e kafes së ftohtë në tavolinën e mesit, i path të pinte asgjë ndërsa mendja nuk i ndalonte së përpunuari gjithçka që kishte zbuluar. Pastruesja, Mimoza, kishte përgatitur një darkë të lehtë dhe kishte lënë gjithçka gati para se të ikte. Ajo nuk bëri pyetje, por Artani e pa shqetësimin në vështrimin e saj kur kaloi pranë dhomës së ndenjes. Ishte e pamundur të mos vërehej se diçka shumë serioze po ndodhte. Kur më në fund dera e dhomës u hap, Artani u ngrit me një hop. Nëna Fatime u shfaq në korridor duke ecur me hapa të ngadaltë dhe hezitues. Ajo kishte veshur një palë pantallona tutash dhe një bluzë që Mimoza i kishte ndarë nga rrobat e saj, pasi ato të Artanit do të ishin shumë të mëdha. Edhe pse e pastër me flokët e krejur, ajo ende duke e humbur, sikur nuk e dinte mirë ku ishte apo nëse kishte leje të ishte aty. Hëngrët diçka? Pyeti Artani duke u përpjekur të tingëllonte sa më natyrshëm. Nëna Fatime tundi kokën negativisht. Nuk kam uri, birë. Mami, duhet të hash. Eja, unë e ngroh ushqimin. Nuk ka nevojë të shqetësohesh, Artan. Unë të kam shqetësuar mjaftueshëm sot. Ajo fjalë përsëri. Shqetësim. Artanit ju duk sikur i vlonte gjaku, por e kontrolloi irritimin. Nuk ishte me të izemëruar. Ishte me situatën, me vëllain, me veten. Nuk po shqetëson askën. Kjo është shtëpia jote. Tani eja ha darkë me mua, të lutem. Ajo ju bind, por Artani vuri re se si çdo lëvizje e saj ishte e ngarkuar me hezitim. Në kuzhinë, ajo ul në cep të karriges, me duart e kryqëzuara mbi preher, duke vëzhguar ndërsa ai ngrohte pjatën që Mimoza kishte përgatitur. Tav kosi me oriz, një nga pjatat e saj të preferuara, kujtoi ai. A i pëlqente ende? Kur i vuri pjatën përpara, nëna Fatime e pa ushqimin me një shprehje që ja theu zemrën Artanit. Ishte sikur po llogariste nëse e meritonte atë. Ajo mori pirunin ngadalë dhe hëngri porcione të vogla, duke përtypur ngadalë, pothuajse me nderim. Artani i shërbeu edhe vetes, më shumë për t'i bërë shoqëri se sa nga uria. Hëngrën në heshtje për disa minuta, zhurma e takmeve kumbonte në kuzhinën moderne dhe të bollshme. Ishte një heshtje e rëndë, plot me gjëra të pathëna, me pyetje që duheshin bërë por që asnjëri prej tyre nuk dinte si t'i fillonte. Nesër do të shkoj të marr gjërat e tua, tha Artani më në fund. Ato që kanë mbetur në shtëpinë e Gentit. Rrobat, dokumentet, gjithçka. Nëna Fatime ndaloi së ngrëni me pirunin pezull në ajër. Bir, nuk ka nevojë të shkaktosh sherr. Unë nuk kam shumë gjëra gjithsesi. Nuk është sherr, mami. Janë gjërat e tua. Ti ke të drejtë. Ajo e vuri pirunin përsëri në pjatë, me oreksin e humbur qartësisht. Artan, vëllai yt u përpoq të ndihmonte. Ai nuk është i keq. Thjesht gjërat u vështirësuan edhe për të. Të vështira? Përsëriti Artani me zërin që i ngrihej pa mundur ta kontrollonte. Mami, ti ishe në rrugë. Zbathur. Duke lypur lëmosh. Dhe ai më telefononte çdo javë duke thënë se gjithçka ishte në rregull. Mos e ngri zërin, bir. Vëllai yt ka familjen e tij për të mbajtur. Po ti? Artani i ra tavolinës me dorë duke bërë që pjatat të dridheshin. Ti nuk je familje? Nuk meriton të mbahesh. Nëna Fatime u mblodh në karrige me syt që i lotonin. Artani u pendua menjëherë për tonin. Kaloi dorën në përfytyr, mori frym thellë. Më fal, mami. Nuk doja të bërtisja. Por ti duhet të kuptosh se kjo nuk është e drejtë. Asgjë nga kjo nuk është e drejtë. Ajo fshiu një lot me pecet. E di, bir. E di. Por Genti ka qenë gjithmonë më i komplikuar. Ti e di si është ai. Artani e dinte. Genti kishte qenë gjithmonë djali problematik, ai që shkaktonte telashe, ai që kur nuk arrinte ta mbante një punë për shumë kohë. Kur Artani shkoi të jetonte në Tiranë për të punuar, Genti mbeti në kombinat afër nënës. Në atë kohë, dukej si vendimi i duhur. Dikush duhej të qëndronte afër. Por tani Artani e kuptonte se afërsia nuk do të thoshte kujdes. Më trego çfarë ndodhi, mami. Që nga fillimi.
Të lutem. Nëna Fatime psherti u thellë duke parë duart e saj. Filloi të fliste ngadalë me zë të dobët por të vendosur. Tregoi se si Genti i kishte sugjeruar të shiste shtëpinë në kombinat dhe të shkonte të jetonte me të. I kishte thënë se do të ishte më mirë për të që të mos qëndronte vetëm, se ai do të kujdesej për gjithçka. Artani dërgonte para çdo muaji, mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha shpenzimet e saj me tepricë. Në atë kohë, dukej si një ide e mirë. Në fillim, ishte mirë, vazhdoi ajo. Genti blinte gjithçka që më duhej. Madje më çonte te mjeku kur ishte e nevojshme. Por pas disa muajsh, ai filloi të thoshte se paratë nuk po mjaftonin. Se gjërat ishin të shtrenjta, se unë haja shumë, shpenzoja shumë për ilaçe. Artani shtrëngoi grushtet. Sa dërgoja unë në muaj? 40.000 lekë. 40.000 lekë, përsëriti Artani ngadalë. Mjaftonin plotësisht për të mbuluar gjithçka. Ushqim, ilaçe, diçka shtesë. Çfarë bëri ai me ato para? Nëna Fatime tundi kokën. Ai thoshte se kishte borxhe. Se ishte me qira pa paguar. Se Anila, gruaja e tij, ishte e sëmur dhe i duhej trajtim. Gjithmonë kishte diçka. Artani e njihte Anilën. Ajo kur nuk kishte qenë e sëmur. Punonte në një sallon bukurie, ishte gjithmonë mirë, gjithmonë shpenzonte për rroba dhe grim në rrjetet sociale. Ai ndjeu zemërimin të rritej përsëri, por mori frym thellë për të ruajtur qetësinë. Dhe kur filloi të bëhej vërtet keq, nëna Fatime mbylli syt, sikur të donte të mos kujtonte. Rreth 4 muaj më parë. Genti tha se ishte dashur të përdorte paratë e atij muaji për një urgjencë. Premtoi t'i kthente. Unë nuk ja kërkova. Muajin tjetër, ai tha se ti e kishe vonuar pagesën. Unë e besova. Unë kur nuk e kam vonuar, mami. Kur? E di tani, birë. Por në atë kohë, nuk e dija. Fillova të kapërceja vakte për të kursyer. Ndalova së bleri ilaçe. Mendoja se ishte faji im, se po shpenzoja shumë. Artanit i erdhi të godiste murin. Si pati guxim Genti të bënte diçka të tillë? Si pati guxim të gënjente një grua që gjithmonë kishte bërë gjithçka për fëmijët e saj? Dhe pastaj ai të kërkoi të largoheshe nga shtëpia e tij? Nëna Fatime tundi kokën, me më shumë lodh që i rridhnin. Ai tha se ishte vetëm për disa ditë. Se vjera do të qëndronte atje dhe nuk kishte vend. Më kërkoi të qëndroja në shtëpinë e tejze Martës, një fqinje. Unë shkova. Qëndrova gati një muaj atje, duke e ndihmuar me punët e shtëpisë në këmbim të strehimit. Kur u ktheva në shtëpinë e Gentit, ai tha se tani situata ishte e komplikuar, se do të ishte më mirë të gjeja një vend tjetër. Dhe ti nuk më telefonove? Nuk më tregove asgjë nga këto? Si të telefonoja, birë? Genti thoshte se ti ishe super i stresuar me punën, se sapo kishe mbyllur një marrëveshje të madhe dhe se çdo problem mund të pengonte. Ai thoshte se do ta zgjidhte, se duhej vetëm të prisja pak më shumë. Artani kaloi duart në përfytyr, duke u përpjekur të përmbante lotët e zemërimit dhe frustrimit. Genti e kishte izoluar nënën plotësisht. Kishte kontrolluar informacionin, kishte manipuluar situatën, e kishte bërë të besonte se Artani nuk mund të shqetësohej ndërsa shpërdoronte paratë që duhej të kujdeseshin për të. Dhe pas teze Martës, nëna Fatime mori frym thellë. Qëndrova edhe një javë në shtëpinë e një të njohure tjetër. Pastaj u ktheva te Genti, por ai nuk më la të hyja. Tha se kishte marrë me qira një dhomë për mua në një konvikt, por i duheshin para. Unë nuk kisha. Fillova të flija në strehimore. Disa pranojnë gra të moshës sime. Por duhet të shkosh herët dhe jo gjithmonë ka vende. Zëri i saj u thye plotësisht. Artani u ngrit dhe shkoi tek ajo, u gjunjëzua pranë karriges dhe i kapi duar. Ishin të ftohta, dridheshin lehtë. Pse nuk më telefonove? Pse nuk më the të vërtetën? Sepse kisha turp, birë, dëneste ajo. Turp që isha bërë barë. Turp që nuk ja dola dot vetë. Turp që ti të më shije në atë gjendje. Ti kur nuk ke qenë barë. Kur? Dhe unë duhet ta kisha kuptuar. Duhet të kisha ardhur të vizitoja.
Duhet të kisha folur me ty personalisht dhe jo vetëm me Gentin. Ata qëndruan kështu për disa minuta, ajo duke qarë dhe ai duke u përpjekur ta ngushëllonte, duke e ditur se asnjë fjalë nuk do të ishte e mjaftueshme për të fshirë dhimbjen e muajve të fundit. Kur ajo më në fund u qetësua, Artani e ndihmoi të ngrihej. Shko pusho, mami. Nesër I zgjidhim të gjitha. Ajo tundi kokën dhe u kthye në dhomë. Artani mbeti në kuzhinë duke parë pjatat gjysmë të ngrëna. Mori celularin dhe hapi WhatsApp-in. Kishte disa mesazhe nga Genti, të gjitha të dërguara pas telefonatës së mëparshme. Shumica ishin justifikime, përpjekje për të shpjeguar, kërkesa që Artani të kuptonte anën e tij. Artani nuk ju përgjigj asnjërës. Në vend të kësaj, hapi bisedat e vjetra mes tij dhe vëllait. Rilexoi muaj të tërë gënjeshtrash. A është mirë mami? Po, gjithçka në rregull. A I duhet diçka? Jo, është mirë. A mund të dërgosh diçka shtesë këtë muaj? Po, pa problem. Të gjitha herët që Artani kishte dërguar para shtesë, duke besuar se po ndihmonte nënën e tij. Të gjitha herët që Genti kishte garantuar se ajo ishte e kujdesur mirë. Të gjitha gënjeshtrat e grumbulluara, të vendosura njëra mbi tjetrën, ndërsa nëna Fatime zhdukej pak nga pak në padukshmërinë e qytetit. Artani mezi fjeti atë natë. Qëndroi shtrirë në krevat, duke parë tavanin, duke planifikuar se çfarë do t'i thoshte vëllait të nesërmen. Donte të bërtiste, donte të zihej, donte ta bënte të paguante për çdo moment vuajtjeje që I kishte shkaktuar nënës. Por më shumë se kaq, donte përgjigje. Donte të kuptonte se si dikush ishte I aftë t'ia bënte këtë nënës së vet. Në mesnatë, u ngrit për të pirë ujë dhe kaloi pranë dhomës së nëna Fatimes. Pa një rrezë drite poshtë derës. Trokiti lehtë. Mami, je mirë? Hyr, bir. Ajo ishte ulur në krevat, duke përqafuar një jastëk, me sytë e kuq nga të qarat. Artani u ul pranë saj. Nuk të zëgjumi? Ajo tundi kokën. Kam frikë se mos zgjohem dhe zbuloj se e gjithë kjo ishte një ëndër. Se jam ende në rrugë. Artanit ju shtrëngua zemra. I kapi dorën. Nuk është ëndër, mami. Ti je këtu. Je e sigurt. Dhe do të qëndrosh. Ajo mbështeti kokën në shpatullën e tij dhe të dy qëndruan kështu për një kohë të gjatë në heshtje. Artani ndjeu peshën e të gjithë viteve që kaloi larg, të gjitha telefonatave të shpejta, të gjitha krishtlindjeve që I kaloi në udhëtime në vend që të ishte me familjen. Suksesi, kishte menduar gjithmonë, ishte të fitoje para, të arrije status, të ndërtoje një emër. Por në atë moment, duke mbajtur nënën e tij që gati e humbi në padukshmërinë e rrugës, ai kuptoi se kishte dështuar në atë që kishte më shumë rëndësi. Kur dielli lindi mbi Tiranë mëngjesin tjetër, Artani ishte tashmë në këmbë dhe I veshur. Piu kafe vetëm, e la nëna Fatimen të pushonte dhe doli nga apartamenti me një qëllim të qartë. I dha makinës drejt pjesës tjetër të qytetit, drejt lagjes së Laprakës, ku Genti jetonte në një shtëpi të thjeshtë por të mirë mbajtur. Parkoi përballë dhe qëndroi duke vëzhguar për disa minuta, duke u përpjekur të kontrollonte tërbimin që I vlonte brenda. Kur më në fund trokiti në derë, ishte Anila ajo që hapi. Ajo u zbeh kur pa Artanin. Përshëndetje, kunat, belbëzoi ajo. Genti nuk është. Po, është, u përgjigj Artani, duke shtyr derën dhe duke hyrë. Genti u shfaq në dhomë, me një shprehje mbrojtëse. Duhet të flasim, tha Artani, me zë të ulët por të ngarkuar me zemërim të përmbajtur. Genti kryqëzoi krahët. Dëgjo, vëlla, e di që je I zemëruar, por ti nuk e kupton të gjithë situatën. Atëherë ma shpjego. Më shpjego se si nëna ime përfundoi në rrugë, ndërsa unë dërgoja 40.000 lekë në muaj që ti të kujdeseshe për të. Anila u përpoq të ndërhynte. Gjërat u vështirësuan, Artan. Ne kishim shpenzime? Artani shikoi përreth dhomës. Pa televizorin e ri 50 inç. Pa divanin që ishte qartësisht I ri. Pa rrobat e shtrenjta të Anilës të varura në telat e lavanderisë. Çfarë lloj shpenzimesh? Genti bëri një hap përpara, duke u përpjekur të tingëllonte I vendosur. Unë kam familje për të mbajtur gjithashtu. Nuk është vetëm mami që ka nevojë përpara. Dhe ti mendove se ishte e drejtë të përdorje paratë e saj për të blerë gjërat e tua?
Artani tregoi televizorin. Për të bërë qejf ndërsa ajo vuante nga uria? Nuk ishte ashtu. Do t'i ktheja të gjitha. Ishte vetëm e përkohshme. E përkohshme? Ajo ishte në rrugë, Genti. Në rrugë. Dhe ti më telefonoje çdo javë duke thënë se gjithçka ishte në rregull. Genti uli vështrimin, më në fund duke treguar një shenjë turpi. Nuk doja të arrinte në këtë pikë. Por arriti. Dhe tani ti do të më shpjegosh çdo qindark. Dhe do të më kthesh atë që është e mundur. Artani u afrua duke e parë vëllain në sy. Dhe nëse zbuloj se ke shitur diçka që ishte e saj, nëse zbuloj se ke prekur dokumentet, ndonjë pronë, nuk do të kem mëshirë. Genti hapi gojen për t'u përgjigjur, por Artani tashmë ishte kthyer me shpinë dhe kishte dal nga shtëpia. Nuk donte të dëgjonte më justifikime, më gënjeshtra, më përpjekje për të justifikuar të pajustifikueshmen. U kthye në makinë dhe i dha gaz drejt apartamentit me duart të shtrënguara në timon, krishtlindjet po afronin por paqja e brendshme dukej më e largët se kurrë. Ditët që i paraprin krishtlindjeve kaluan në një përzierje të çuditshme rutine dhe tensioni brenda apartamentit të Artanit. Nëna Fatime zgjoi herët çdo mëngjes, gjithmonë para se të lindte dielli, sikur të ishte ende në rrugë dhe duhej të siguronte një vend në strehimore. Artani e gjente ulur në dhomën e ndenjes, duke parë nga dritarja qytetin që fillonte të zgjohej, me duart e kryqëzuara mbi preher, duke pritur leje për të ekzistuar. Në ditën e tretë, ai u zgjua dhe e gjeti duke larë enët në kuzhinë. Ishin enët që Mimoza i kishte lënë për t'u larë natën e kaluar, pjesë e punës së saj që do ta bënte kur të vinte. Mami, çfarë po bën? Nëna Fatime u trem nga zëri i tij, gati sa nuk i ra një pjath. Ah, birë, thjesht po ndihmoja. Nuk dua të bëhem barë. Ajo fjalë përsëri. Artani u afrua dhe, me delikatesë, ja hoqi sfungjerin nga dora. Nuk ke nevojë ta bësh këtë. Mimoza paguhet për t'u kujdesur për shtëpinë. Por unë nuk mund të rri këtu pa bërë asgjë, Artan. Nuk ndihem mirë kështu. Ai e kuptoi se për të qëndronte pa punë ishte e barabartë me të mos merituar të ishte aty. Vitet të tëra e trajtuar si një barë e kishin mësuar se duhej ta kompensonte ekzistencën e saj me punë, me dobi, me çdo gjë që justifikonte hapësirën që zinte. Mami, ti mund të bësh çfarë të duash këtu. Të lexosh, të shohësh TV, të pushosh. Por jo sepse duhet, por sepse do e kupton ndryshimin. Ajo tundi kokën, por Artani e pa se nuk e kuptonte vërtet. Do të ishte një rrugë e gjatë për t'i mësuar nënës së tij se ajo kishte vlerë thjesht sepse ekzistonte, se nuk kishte nevojë të fitonte të drejtën për t'u kujdesur. Mimoza erdhi pak më vonë dhe u gëzua kur pa nëna Fatimen në kuzhinë. Dy gratë, të moshave të afërta dhe me prejardhje të ngjashme, krijuan një lidhje të shpejtë. Mimoza filloi t'i bënte shoqëri nëna Fatimes gjatë ditës, duke biseduar për gjëra të përditshme, për telenovela, për receta të vjetra. Ishte pikërisht ajo që i duhej, mendoi Artani. Normalitet. Lidhje njerëzore pa peshë, pa gjykim, pa borxhe emocionale. Por netët ishin ende të vështira. Nëna Fatime zgjoi disa herë, e çorientuar, duke u përpjekur të kuptonte se ku ishte. Dy herë Artani e gjeti duke fshehur bukë dhe fruta poshtë jashtëkut, një zakon i rrugës që nuk arrinte ta hiqte. Kur ai e pyeste pse e bënte këtë, ajo përgjigjej me zë të turpëruar se ishte thjesht një zakon, se nuk arrinte ta ndalonte. Në prag të Krishtlindjeve, Artani e çoi nëna Fatimen për të bërë pazar. Donte që ajo të zgjidhte rroba të reja, këpucë të rehatshme, gjithçka që i nevojitej. Ajo rezistoi në fillim, duke thënë se nuk ishte e nevojshme, se ai tashmë kishte bërë shumë, por Artani këmbënguli. Duhej ta bënte këtë. Duhej ta shihte nënën e tij duke zgjedhur gjëra për veten, duke ushtruar vullnetin që ishte hequr për kaq shumë kohë. Në qendrën tregtare, të zbukuruar me drita krishtlindjesh dhe pemë gjigante, nëna Fatime ecte ngadalë, duke parë gjithçka me një përzierje magjepsieje dhe sikleti. Njerëzit kalonin me nxitim me çanta plot me dhurata, fëmijët vraponin të gëzuar, këngët e krishtlindjeve dëgjoheshin me zë të larë. Ishte një botë bollku që kontrastonte brutalisht me muajt që ajo kishte kaluar duke luftuar për monedha në asfalt. Kur hyn në një dyqan rrobash për gra, shitësia e pa nëna Fatimen me atë vështrim gjykues që njerëzit e veshur mirë ndonjëherë ua hedhin atyre që duket se nuk i përkasin vendit.
Artani e vuri re dhe i ngushtoi syt drejt gruas, e cila shpejt ndryshoi qëndrim dhe ofroi ndihmë me një buzëqeshje të sforcuar. Mami, zgjidh çfarë të duash. Nuk ka nevojë të shikosh çmimin, nuk ka nevojë të shqetësohesh për asgjë. Nëna Fatime preku një fustan blu të errët, të thjesht por elegant. I bukur, murmuriti ajo. Atëherë merre. Dhe merr edhe të tjera. Pantallona, bluza, çfarë të duash. Ajo zgjodhi disa veshje me hezitim, gjithmonë më të thjeshtat, gjithmonë duke parë etiketat dhe duke bërë një fytyrë të shqetësuar. Artani përfundoi duke marrë disa rroba të tjera dhe duke i çuar në dhomën e provës pa pyetur. Kur ajo doli duke provuar fustanin blu, syt i shkëlqyen për herë të parë pas shumë ditësh. Dukesh shumë bukur, mami. Ajo u pa në pasqyrë dhe Artani pa diçka të ndryshonte në shprehjen e saj. Për një moment të shkurtër, ajo nuk ishte gruaja që lypte lëmosh në semafor. Ishte Fatime Basha, një grua 68 vjeçare që meritonte të ndihej e bukur, që meritonte të zinte hapësirë në boll. Blen disa rroba, këpucë, produkte për kujdesin personal. Artani pagoi gjithçka pa u menduar 2 herë. Parat ishin diçka që ai kishte me bollë. Koha e humbur, nga ana tjetër, nuk mund të rikuperohej kurrë. Gjatë rrugës së kthimit për në shtëpi, ndaluan në një lokal. Nëna Fatime kërkoi vetëm një kafe, por Artani këmbënguli që ajo të hante diçka të shëndetshme. Ndërsa prisnin porosin, ajo e pa me atë shprehje që ai kishte filluar ta njihte, shprehjen e dikujt që dëshiron të thotë diçka të rëndësishme, por nuk di si ta fillojë. Fol, mami. Ajo luajti me filxhanin e kafes, me vështrimin e largët. Më kujtohet kur ishe i vogël. Ishe 7 vjeç dhe pe një familje në rrugë, afër vendit ku banonim. Një baba, një nën dhe 2 fëmijë, të gjithë ulur në trotuar me një karton duke kërkuar ndihmë. Ti më tërhoqe për dore dhe më pyete pse nuk i merrnim në shtëpi. Artani e kujtoi vagullisht skenën. Isha fëmijë. Nuk e kuptoja si funksiononin gjërat. Ti the se shtëpia jon ishte e vogël, por kishte vend për më shumë njerëz. The se mund ta ndanim ushqimin, ta ndanim dhomën. Ti nuk e kuptoje pse njerëzit kalonin pranë asaj familjeje pa ndihmuar. Nëna Fatime fshiu një lodh. Unë të shpjegova se nuk ishte aq e thjeshtë, se secili kishte problemet e veta, kufizimet e veta. Dhe ti më shikoje me ata sytë e mëdhenj dhe the, por mami, kur të kemi para, do t'i ndihmojmë të gjithë, apo jo? Nuk do të lëm askënd vetëm. Zëri i saj u thye. Dhe unë shikoj burrin që je bërë, gjithçka që ke arritur, dhe shoh se ti je ende ai djali. Ti nuk më le vetëm, Artan. Edhe pa e ditur, edhe nga larg, ti gjithmonë je përpjekur të kujdesesh për mua. Nuk ishte faji yt ajo që ndodhi. Artanit i rodhen lotët. Unë duhet ta kisha kuptuar, mami. Duhet të kisha ardhur. Të vizitoja më shpesh. Duhet të kisha folur me ty në vend që të flisja vetëm me Gentin. Mos e fajso veten, bir. Edhe unë kisha faj. Pranova më pak se sa meritoja. Besova kur më thanë se po bëhesha barë. Ndalova se luftuari për veten time. Ata qëndruan në heshtje për një moment, duke përpunuar gjithçka që ishte humbur dhe gjithçka që ende mund të rindërtohej. Kur u kthyen në apartament, kishte një mesazh te portieri. Genti kishte ardhur më herët duke u përpjekur të fliste me Artanin, por portieri nuk e kishte lejuar të ngjitej pa autorizim. Artani pshertiu. E dinte se herët avon do t'i duhej të përballej me vëllain me të vërtet, jo vetëm me zemërim dhe akuza, por me një bisedë reale. Në mëngjesin e Krishtlindjeve, Artani u zgjua herët dhe përgatiti mëngjesin. Mimoza kishte lënë gjithçka të organizuar para se të udhëtonte për të kaluar festat me familjen, kështu që ishin vetëm ai dhe nëna Fatime. Ajo u shfaq në kuzhinë e veshur me fustanin e ri, me flokët e rregulluar, një pamje krejtësisht e ndryshme nga gruaja që ai kishte gjetur në semafor pak ditë më parë. Gëzuar Krishtlindjet, mami. Gëzuar Krishtlindjet, bir. Ata hëngrën mëngjes së bashku, duke biseduar për tema të lehta. Artani i tregoi për punën, për planet për vitin e ardhshëm, për një udhëtim që donte të bënte. Nëna Fatime dëgjonte me vëmendje, duke buzëqeshur në momentet e duhura, por ai e kuptonte se një pjesë e saj ishte ende e largët, ende duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur. Pas mëngjesit, Artani i dha një dhuratë të mbështjellë.
Ajo e hapi me kujdes, sikur letra të ishte shumë e vlefshme për t'u grisur. Brenda ishte një celular i ri, tashmë i konfiguruar me numrin e saj, me numrin e tij të ruajtur në kontakte. Që të mos ndjesh më kurrë se nuk mund të më telefonosh, shpjegoi ai. Në çdo orë, çdo ditë, për çdo gjë. Më telefono. Premton? Ajo e mbajti celularin me të dyja duart, duke e parë sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. Premtoi, bir. Pjesa tjetër e mëngjesit kaloi e qetë. Artani vuri një film Krishtlindjesh në TV, më shumë për të pasur një zhurmë në sfond se sa për ta parë vërtet. Nëna Fatime dremiti në divan, më në fund duke i relaksuar. Ai e mbuloi me një batanie dhe qëndroi duke e vëzhguar, duke menduar se sa Krishtlindje kishte kaluar vetëm, duke pritur telefonata që nuk vinin kurrë, duke ruajtur shpresa që vazhdimisht zhgënjeheshin. Në fillim të pasdites, ra zilja. Artani pa nga citofoni dhe pa Gentin në anën tjetër. Ishte vetëm, pa Anilën, me duart në xhepa dhe një shprehje që përziente turpin dhe nervozizmin. Artani mendoi të mos e linte të ngjitej. Mendoi ta përzinte, të shkëpuste marrëdhëniet plotësisht. Por pa nënën që flinte në divan dhe e dinte se nuk mund ta bënte këtë. Sado që Genti kishte gabuar, ai ishte ende djali i saj. Dhe ajo, edhe pas gjithçkaje, ende e donte. E la vëllain të ngjitej. Kur Genti hyri në apartament, ndaloi kur pa nënën në divan. Syt i mbushën me lodh. Ai bëri një hap drejt saj, por Artani i bllokoi rrugën. Do të flasim në balkon, tha ai me zë të ulët, për të mos zgjuar nëna Fatimen. Të dy dolën në balkonin që shihte nga bulevardi dëshmorët e kombit. Poshtë, qyteti ishte i zbrazët, shumica e njerëzve në shtëpi duke festuar me familjet. Genti u mbështet në parmak, duke parë poshtë. E prisha gjithçka, vëlla. E prisha gjithçka. Artani kryqëzoi krahët duke pritur. Nuk do t'ja lehtësonte vëllait. Në fillim vërtet doja të ndihmoja, vazhdoi Genti. Kur ajo erdhi të jetonte me mua, kisha plane. Do të kujdesesha mirë për të, do t'i bëja të gjitha siç duhet. Por pastaj faturat filluan të shtoheshin. U kam borxh shumë njerëzve, Artan. Lojra fati, hua, gjëra që ti as nuk i imagjinon. Artani mbylli syt, duke u përpjekur të kontrollonte zemërimin. Kjo nuk e justifikon, Genti. E di. E di që nuk e justifikon. Por ishte si një ortek. Fillova të përdorja pak nga paratë që dërgoje ti vetëm pak, mendoja unë. Vetëm këtë muaj. Muajin tjetër i kthej. Por kur nuk i ktheja. Dhe pastaj bëhej më e vështirë ta pranoja, më e vështirë të thoja të vërtetën. Dhe ti mendove se zgjidhja ishte ta nxirje nënën tonë në rrugë? Genti u kthye, me lotët që i rridhnin lirshëm tani. Nuk doja të arrinte deri këtu. Betohem për Zotin që nuk doja. Kur i kërkova të largohej nga shtëpia, mendova se do të ishte për disa ditë. Mendova se do të arrija t'i zgjidhja problemet e mia dhe ta sillja përsëri. Por ditët u bën javë dhe javët u bën muaj. Pse nuk më the? Pse vazhdove të gënjeje? Sepse kisha turp. Sepse ti gjithmonë ke qenë djali që ja doli, që arriti gjithçka, dhe unë gjithmonë kam qenë ai që mbeti pas. Si mund ta pranoja se nuk isha në gjendje të kujdesesha as për nënën time? Artani tundi kokën, i lodhur. Ti e shndërrove krenarin tënde në vuajtje për të. E bëre nënën ton të besonte se ishte një barë, se nuk meriton të ndihmë. E kupton rëndësinë e kësaj? Genti mbuloi fytyrën me duar duke dënesur. E kuptoj. Dhe do ta mbaj këtë me vete për gjithë jetën. Ata qëndruan në heshtje për një moment të gjatë. Artani pa vëllain dhe nuk pa Zuzarin që kishte ndërtuar në mendjen e tij, por një njeri të thyrë, të dështuar, të ngarkuar me pendim. Kjo nuk e fshinte atë që kishte bërë, nuk i justifikonte zgjedhjet, por e bënte gjithçka më komplekse, më njerëzore. Do të paguash atë që mundesh, tha Artani më në fund. Dhe do të bësh terapi. Do ta trajtosh këtë problem me lojrat e fatit. Nuk është sugjerim, është kusht për të vazhduar të jesh pjesë e kësaj familjeje. Genti tundi kokën me forcë. Do ta bëj. Betohem se do ta bëj. Dhe do t'i kërkosh falje asaj. Me të vërtetë. Jo falje boshe, jo premtime që nuk do t'i mbash.
Do ta shikosh në sy dhe do të pranosh atë që ke bërë. Nuk e di nëse mundem, vëlla. Kam kaq shumë turp. Do të duhet të mundesh. Ajo e meriton këtë. Në atë moment dëgjuan një zhurmë nga dhoma e ndenjes. Nëna Fatime ishte zgjuar. Ajo u shfaq në derën e balkonit, ende me batanien mbi supe, duke parë të dy djemë. Genti, tha ajo butësisht. Vëllai i vogël u kthye dhe kur pa nënën u shkri. Ra në gjunjë në dyshemen e balkonit duke qarë si një fëmijë. Më fal, mami. Më fal, më fal, më fal. Nëna Fatime u afrua ngadalë. Artani priste që ajo të bërtiste, të shfrynte gjithë dhimbjen dhe zemërimin e grumbulluar. Por ajo thjesht i vuri dorën në kokë Gentit, një gjest që e kishte bërë mira herë kur ai ishte i vogël dhe shite ëndra të këqija. Ngrihu, bir. Nuk e meritoj faljen tënde, dëneste. Ai. Nuk ka të bëj me meritën. Ka të bëj me zgjedhjen për të vazhduar përpara. Artani vëzhgoi skenën me një ny në fy. Nëna e tij, edhe pas gjithçkaje që kishte kaluar, ende kishte dëmshuri. Ende arrinte të shite përtej dhimbjes, ende arrinte të donte edhe kur kishte çdo të drejtë të urrente. Ishte një forcë që ai nuk e dinte nëse do ta kishte. Të tre qëndruan në balkon për një kohë të gjatë atë mëngjes krishtlindjesh. Genti më në fund u ngrit, fshiu fytyrën me kurrizin e dorës dhe e pa nënën me një përzierje mirënjohjeje dhe turpi. Artani mbajti distancë, duke vëzhguar ndërveprimin mes tyre, ende duke përpunuar faljen kaq të shpejt që nëna Fatime kishte ofruar. Një pjesë e tij donte të protestonte, donte të thoshte se Genti nuk e meritonte atë dëmshuri kaq lehtë. Por një pjesë tjetër, ajo që e njihte nënën e tij thellësisht, e dinte se ajo falje nuk do të thoshte të harroje apo të minimizoje, por të zgjidhje të mos lejoje që urrejtja të konsumonte atë që kishte mbetur nga familja. Do të ham drekë së bashku, tha nëna Fatime, me zërin ende të dobët por të vendosur. Janë krishtlindje. Nuk do të lejojmë që gjithçka që ndodhi të prish edhe këtë ditë. Artani deshi të protestonte, por pa lutjen e heshtur në sytë e saj. Ajo kishte nevojë për këtë. Kishte nevojë të ndjente se ende mund t'i mblidhte djemtë e saj, se ende mund të kishte një moment normaliteti familjar, edhe pse i thyrë, edhe pse i papërsosur. Ai tundi kokën në shenjë pranimi. Mimoza kishte lënë një gjel deti të marinuar gati për t'u pjekur dhe disa shoqërues të përgatitur. Artani e futi gjelin e detit në furrë ndërsa nëna Fatime dhe Genti qëndruan në dhomën e ndenjes, me një distancë të sjellshme mes tyre, duke biseduar me zë të ulët për gjëra të parëndësishme. Atmosfera ishte e çuditshme, e ngarkuar me tension të pasgjidhur, por ishte më mirë se heshtja absolute. Gjatë drekës, ulur në tryezën e ngrënies që Artani e përdorte rrallë, biseda rodhi me vështirësi. Nëna Fatime i bënte pyetje të thjeshta Gentit për Anilën, për punën, për planet e ardhshme. Ai përgjigjej me zë të ulët, duke shmangur ta shite në sy për një kohë të gjatë. Artani hante në heshtje, ende jo gati për ta trajtuar vëllain me normalitet, por duke respektuar hapësirën që nëna po krijonte. Ishte nëna Fatime ajo që e theu heshtjen e sikletshme me një pyetje që askush nuk e priste. A ju kujtohen ato krishtlindje kur u prish frigoriferi? Artani dhe Genti shkëmbyen vështrime të hutuara. Ishte një kujtim aq i vjetër sa pothuajse e kishin harruar. Sa po e kishin bler gjelin e detit, vazhdoi nëna Fatime me një buzëqeshje të vogël në buzë. Dhe frigoriferi u prish në prag. Gjithçka mbeti pa ftoje. Unë qava aq shumë duke menduar se do të prishej gjithçka. Më kujtohet, tha Genti, me zë të butë. Artani pati iden ta bënim gjelin e detit në zgar. Nuk ishte zgar, e korrigjoi Artani, gati duke buzëqeshur. Ishte pjekur në mangallin prej balte të fqinjit. Nëna Fatime qeshi, një tingull që Artani nuk e kishte dëgjuar kaq gjatë sa pothuajse e kishte harruar si ishte. Dhe doli mirë. Ishte një nga krishtlindjet më të bukura që kemi pasur. Heshtja që pasoi ishte ndryshe. Më pak e ngarkuar, më reflektuese. Ishte sikur ai kujtimi thjesht t'u kishte kujtuar të gjithëve se dikur kishin qenë një familje e vërtet, se kishte pasur dashuri, të qeshura dhe momente të mira para se gjithçka të shkatërrohej. Do të doja të ktheheshim në atë kohë, murmuriti Genti. Kur gjërat ishin të thjeshta. Nuk mund të kthehemi, tha Artani, duke parë vëllain. Por mund të ndërtojmë diçka të re. Të ndryshme, por të re.
Nëna Fatime shtriu dorën dhe preku dorën e secilit djalë. Ju të dy jeni gjithçka që kam. Kam humbur shumë gjëra në këtë jetë, kam humbur baban tuaj, kam humbur shëndetin, kam humbur shtëpinë. Por nuk dua t'ju humbas ju të dyve. Nuk dua që ajo që ndodhi me mua të shndërrohet në një plagë që i ndan djemt e mi për gjithmonë. Artani pa nënën dhe pa forcën e fshehur në mbrishtësinë e dukshme. Ajo kishte kaluar kaq shumë, ishte shtyrë në skajet e shoqërisë, kishte përjetuar pa dukshmërinë më mizore dhe ende gjente hapësirë për të menduar për djemt e saj, për të dashur t'i bashkonte. Nuk po them se gjithçka është në rregull, tha ai, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Nuk është. Genti gaboi. Gaboj shumë. Por nëse mami është e gatshme t'i jap një shans, edhe unë jam. Me kushte. Genti tundi kokën shpejt. Çdo kusht. Do të bëj çfarëdo që të jetë e nevojshme. Artani mori celularin dhe hapi një tabelë që kishte përgatitur ditët e fundit. Kam llogaritur sa ke përdorur nga paratë që kam dërguar në 2 vitet e fundit. Rreth 1 milion lekë. Do t'i kthesh. Nuk ka nevojë të jetë menjëherë, por duhet të paguen. Do t'i paguaj, vëlla. Deri në qindarkën e fundit. Dhe do të ndiqesh për problemin me lojrat e fatit. Kjo nuk është e negociueshme. Tashma kam lënë një takim. Javën tjetër filloj. Artani e ruajti celularin. Atëherë do të provojmë. Ngadalë, një hap pas tjetrit. Drejka vazhdoi më pak e tensionuar pas kësaj. Jo se problemet ishin zgjidhur, jo se dhimbja ishte zhdukur, por kishte një rrugë. Një mundësi rindërtimi, sado e vështirë të ishte. Pas drekës, Genti u përshëndet. Përqafoi nënën gjatë, i përshpëriti edhe një herë një kërkesë faljeje dhe doli nga apartamenti me supet e kërrusura, por me diçka të ngjashme me shpresën në fytyrë. Kur dera u mbyll, nëna Fatime pshertiu thellë. Ishte e vështirë për ty, apo jo birë? Të më shije duke e falur kaq shpejt. Artani tundi kokën. Po. Unë jam ende i zemëruar. Shumë i zemëruar. Ajo ul në divan duke i bërë shenjë të ulej pranë saj. Edhe unë jam e zemëruar. Jam e lënduar, e zhgënjur. Por të mbaj urrejtje për djalin tim do të më lëndoj më shumë se sa jam lënduar tashmë. Zgjedh të përpiqem të fal sepse alternativa është të lejoj që kjo të më konsumojë nga brenda. Artani e kuptoi, edhe pse nuk ishte plotësisht dakord. Secili duhej ta përpunonte situatën në mënyrën e vet për të, falja ishte një formë mbijetese. Për të, do të ishte një proces më i gjallë. Ditët pas Krishtlindjeve sollën një rutinë të re. Nëna Fatime filloi të përshtatej më mirë me jetën në apartament. Ndaloi së fshehuri ushqim poshtë jashtëkut. Filloi të flinte më mirë, megjithse ende zgjohej her pas here e çorientuar. Mimoza u kthye nga udhëtimi i saj dhe të dyja rifilluan bisedat e përditshme. Pastruesja i sugjeroi nëna Fatimes të merrte pjesë në një grup social për të moshuarit në lagje, një vend ku mund të bënte miqësi, të merrte pjesë në aktivitete, të kishte një jetë shoqërore. Në fillim, nëna Fatime rezistoi. Mendonte se nuk do të përshtatej, se njerëzit e tjerë ishin ndryshe nga ajo, se do ta gjykonin nëse do të dinin se nga kishte kaluar. Por Mimoza këmbënguli dhe Artani gjithashtu. Më në fund, ajo pranoi të provonte. Herën e parë që shkoi në grup, u kthye e heshtur. Artani priste që të kishte qenë keq, që të ishte ndjerë e huaj. Por kur e pyeti si shkoi, ajo e befasoi. Ishte mirë, tha ajo, me një lot që i rrifte. Njëra nga gratë atje, teze Klementina, më tregoi se edhe ajo kishte qenë në rrugë për një kohë. Vite më parë. Ajo e kupton. Artanit ju shtrëngua gjoksi. Sa histori si ajo e nënës së tij ekzistonin? Sa njerëz të padukshëm, të hedhur poshtë nga familjet e tyre, duke luftuar për të mbijetuar ndërsa bota kalonte pa i vënë re? Në ditët në vijim, nëna Fatime kërkoi diçka që Artani nuk e priste. Ajo donte të kthehej në vendin ku gjithçka filloi të shkatërrohej. Donte të rivizitonte rrugën në kombinat ku kishte jetuar për kaq shumë vite, ku kishte rritur fëmijët, ku kishte qenë e lumtur para se gjithçka të ndryshonte. Artani hezitoi. Kishte frikë se kjo do të ishte shumë e dhimbshme për të. Por nëna Fatime këmbënguli. Tha se duhej ta bënte këtë, duhej të shihte se nga vinte për të kuptuar më mirë se ku po shkonte.
Një pasdite me shi të janarit, ata bën udhëtimin drejt kombinatit. Artani i dha makinës nëpër rrugët e ngushta që nuk i njihte më plotësisht. Lagjja kishte ndryshuar në vitet që kur ishte larguar. Ndërtime të reja, dyqane të reja, por thelbi mbetej i njëjtë. Kur arritën në rrugën ku ndodhej shtëpia e vjetër e familjes, nëna Fatime i kërkoi të ndalonte makinën. A mund të zbresësh me mua? Ata dolën nga makina dhe ecën deri para shtëpisë. Ishte ndryshe. E lyer me një ngjyrë të re, me një kangjell përpara që nuk ekzistonte më parë. Një familje tjetër jetonte aty tani, duke krijuar kujtimet e tyre në muret që dikur kishin ruajtur të tyre. Nëna Fatime qëndroi në trotuar duke parë shtëpinë. Kam kaluar 35 vjet këtu, tha ajo butësisht. Ju rrita ju të dyve këtu. Kam qarë shumë, kam qeshur shumë. Këtu mësova të jem e fortë kur vdiq babai juaj. Këtu festova kur ti kalove në universitet. Këtu filloi gjithçka. Dhe këtu u shkatërrua gjithçka, plotësoi Artani. Ajo tundi kokën. Jo. Këtu u bëra ajo që jam. Ajo që u shkatërrua nuk ishte kjo shtëpi. Ishte ideja se unë kisha nevojë për të pasur vlerë. Kur e shita, mendova se po humbisja identitetin tim. Por e vërteta është se unë kur nuk kam pasur nevojë për mure për të më përcaktuar. Ata ecën nëpër rrugë me nëna Fatimen që tregonte vende që kishin kuptim. Fura ku blinte bukë të freskët çdo ditë. Shkolla ku kishin studiuar djemb. Parku ku i çonte për të luajtur të dielave. Çdo vend mbarte kujtime, disa të lumtura, të tjera të dhimbshme. Kur arritën në park, ajo ul në një stol dhe qëndroi duke vëzhguar njerëzit që kalonin. Nëna me fëmijë, të moshuar që bisedonin, të rinj të nxituar. Jeta vazhdonte, indiferente ndaj historive individuale të secilit. E di çfarë mësova në rrugë, Artan? Tha ajo, duke parë lëvizjen. Mësova se njerëzit nuk zhduken menjëherë. Ne zhdukemi pak nga pak. Së pari, të tjerët ndalojnë së të parit. Pastaj ti ndalon së pari veten. Dhe kur e kupton, nuk je më aty. Artani ul pranë saj, pa ditur çfarë të thoshte. Unë po zhdukesha prej vitesh, vazhdoi ajo. Shumë kohë para se të dilja në rrugë. Sa herë që gëlltisja një dëshirë për të mos u bërë barë. Sa herë që shtiresha se gjithçka ishte në rregull kur nuk ishte. Sa herë që pranoja më pak se sa meritoja sepse mendoja se kaq vlenja. Unë po zhdukesha. Por ti je këtu tani, tha Artani, duke i kapur dorën. Po kthehesh të shfaqesh. Nëna Fatime buzëqeshi, duke fshirë një lodh. Po përpiqem. Por nuk është e lehtë. Pas kaq shumë kohë duke qenë e padukshme, është e vështirë të besosh se dikush dëshiron të shohë vërtet. Unë dua të shoh, mami. Dhe do të jem këtu për të ta kujtuar këtë çdo ditë, sa herë të jetë e nevojshme. Ata qëndruan ulur në atë stol për gati një orë, thjesht duke vëzhguar jetën që ndodhte përreth. Kur më në fund u ngritën për t'u kthyer në makinë, nëna Fatime i hodhi një vështrim të fundit shtëpisë së vjetër. Faleminderit që më solle këtu, bir. Asgjë, mami. Gjatë rrugës së kthimit, ajo ishte më e lehtësuar. Sikur rivizitimi i së kaluarës t'i kishte dhënë leje të lironte një pjesë të saj dhe të vazhdonte përpara. Javët në vijim sollën fitore të vogla. Nëna Fatime filloi të merrte pjesë më aktivisht në grupin social. Bëri miqësi. Filloi të qeshte më shumë. Artani e pa atë pak nga pak të shndërrohej përsëri në diçka që i ngjante gruas që ai njihte para se gjithçka të shkatërrohej. Jo e njëjtë, kur nuk do të ishte e njëjtë, por një version i ri. Një version që mbarte plag, por gjithashtu mbarte forcë. Genti vinte për vizitë një herë në javë. Në fillim, vizitat ishin të tensionuara, të ngarkuara me heshtje të sikletshme. Por me kalimin e kohës, ato u bën më natyrale. Ai filloi trajtimin për varësinë nga lojrat e fatit, filloi të paguante këste të vogla të parave që i detyrohej. Nuk e fshinte të kaluarën, por ishte një fillim. Një ditë, 3 muaj pas takimit në semafor, nëna Fatime e thiri Artanin për një bisedë serioze. Ata ishin në balkon, duke pirë kafe dhe duke vëzhguar qytetin që zgjohej. Duhet të them diçka, bir. Artanit ju shtrëngua gjoksi, duke u friksuar nga lajmet e këqija. Do të kërkoj një apartament për vete. Si kështu?
Nuk ke nevojë të largohesh nga këtu. Ajo I vuri dorën mbi të tijën. E di që nuk kam nevojë. Dhe jam përjetësisht mirënjohëse që më ke strehuar. Por duhet ta bëj këtë për veten time. Duhet t'i provoj vetes se mund të jetoj përsëri vetëm. Se mund të ekzistoj pa u varur plotësisht nga askush. Artani deshi të protestonte, por pa vendosmërinë në sytë e saj. Kjo nuk kishte të bënte me refuzimin e ndihmës. Kishte të bënte me rifitimin e autonomisë. Kishte të bënte me t'i provuar vetes se ishte e aftë. Do të ndihmoj të kërkosh, tha ai më në fund. Dhe do të jem afër. Shumë afër. Nëna Fatime buzëqeshi. E di, birë. Dhe kjo është ajo që do të bëj gjithë ndryshimin. Të di se të kam afër, por të mund të zgjedh kur të kërkoj ndihmë. Gjetën një apartament të vogël, disa bloqe larg pallatit të Artanit. 2 dhoma, sallon, kuzhinë. I thjesht, por dinjitoz. Artani e mobiloi të gjithë, u sigurua që ajo të kishte gjithçka që I nevojitej. Ditën e zhvendosjes, ai qëndroi deri vonë duke ndihmuar në organizimin e gjërave. Kur më në fund gjithçka ishte në vendin e vet, ata u ulën në divanin e ri dhe pan përreth. Është I yti, mami. Vetëm I yti. Ajo pa muret, mobiljet, hapësiren që tani ishte e saja. Qau, por ishin lot ndryshe. Jo nga dhimbja, por nga rifillimi. Muaj më vonë, në një Krishtlindje të re, familja u mblodh në apartamentin e nëna Fatimes. Ajo kishte këmbëngulur të bënte darkën, edhe pse Artani I ofroi të punësonte një shërbim catering. Tryeza ishte e thjeshtë por e bollshme. Gjel deti, oriz, sallat, recetat tradicionale që ajo bënte kur djemt ishin të vegjël. Artani dhe Genti erdhën së bashku, duke sjell ëmbëlsira dhe dhurata. Marrëdhënia mes vëllezërve ishte ende e komplikuar, ende kishte lëndime jo plotësisht të shëruara, por po përpiqeshin. Për veten e tyre. Gjatë darkës, nëna Fatime pa të 2 djemt dhe ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh. Mirënjohje. Jo për ushimin, jo për çatin, por për të qenë aty. Për t'u kthyer nga padukshmëria. Për të rifituar të drejtën për të ekzistuar pa kërkuar falje. Kur u ngritëm për të trokitur gotat, Artani bëri një fjalim të shkurtër. Për rifillimet. Për shanset e dyta. Për familjen që gati e humbëm, por arritëm ta shpëtojmë. Ata trokitën gotat dhe në atë moment, në ndritat modeste të apartamentit të vogël, kishte më shumë dashuri të vërtet se në të gjitha krishtlindjet luksoze që Artani kishte jetuar ndonjëherë. Nëna Fatime e dinte se udhëtimi nuk kishte përfunduar. Ende kishte ditë të vështira, ende zgjohej ndonjëherë me frikën se gjithçka ishte një ëndër. Por ishte gjithashtu e sigurt për një gjë, ajo I kishte mbijetuar më të keqes. E kishte parë padukshmërinë në sy dhe kishte zgjedhur të kthehej. Kishte mësuar se të zhdukeshe ishte e lehtë, por të rishfaqeshe, të kërkoje hapësirën tënde në botë, kjo kërkonte guxim që ajo as nuk e dinte se e kishte. Dhe atë natë krishtlindjesh, e rrethuar nga djemtë e saj të papërsosur por të pranishëm, ajo kuptoi se suksesi nuk ishte të kishe shumë, por të kishe mjaftueshëm. Dhe ajo kishte. Më në fund kishte. Fundi I historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Fatimes, Artanit dhe Gentit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të ribashkimit, faljes dhe rindërtimit familjar, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju ka prekur më shumë. Sa familje njohim që, si kjo, janë larguar në heshtje, ku dashuria është humbur mes krenarisë, mungesës dhe fjalëve të pathëna? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi marrëdhëniet dhe zgjedhjet tona. Ju presim në episodin e ardhshëm, me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të mendoni se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë.